Gjykata penale Shkup miratoi plotësisht akuzat për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Bëhet fjalë për lëndën me 37 akuzuar dhe 33 avokat, i cili me vendim të Gjykatës Supreme do të mbahet në gjykatën e Shkupit. Sipas njoftimit të gjykatës në pajtim me sistemin AKMIS, gjykatësia e lëndës është caktuar gjykatësja Diana Gruevska-Ilievska. Gjykata siguron se ajo është gjykatëse me përvojë 19 vjeçare, si dhe paraprakisht 17 vite përvojë si bashkëpunëtor profesional. Nga gjykata penale ka njoftuar se pas pranimit të aktakuzës nga prokuroria ishin paraqitur disa probleme, kryesisht me dorëzimin e aktakuzës të gjitha palët. Siç shpjegojnë ata, ishte jashtëzakonisht e vështirë të gjendeshin të gjithë të dyshuarit, sepse masa e paraburgimit për shumë prej tyre ishte zëvendësuar dhe kishte edhe vështirësi në gjetjen e disa prej avokatëve mbrojtës në zyrat e tyre. Gjithashtu, dy gjykatës duhej të përjashtoheshin nga Këshilli i Vlerësimit të aktakuzës. Gjykatësia Biljana Kocevska kërkoi tërheqjen e saj sepse vajza e saj është avokate mbrojtëse për disa nga të dyshuarit dhe gjykatësja Branka Naumovska për shkak të një marrëdhënieje familjare me njërin nga viktimat. Gjithashtu për shkak të konfliktit të interesit, gjykatësi Ivica Stefanovski u largua nga veprimi në Këshillin Penal. Në zjarrin në diskotekën Puls ndërruan 62 persona dhe mbi 200 të tjerë u lënduan.